Nëse do të arrihet një marrëveshje paqe për t'i dhënë fund luftës atje, mund të jepet një garanci për 3 dekadat e ardhshme Ukrainës që nuk do të sulmohet apo pushtohet sërish nga Rusia? Është shumë e vështirë ta parashikosh botën në 30 vjet, ndoshta as për 30 muaj. Por nëse do i afrohemi garancisë, Rusia kishte garancitë e marrëveshjes Budapestit të 30 të vitit 1994, kur dhe Rusia ishte pjesë e kësaj garancie. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francën, Britaninë. Dhe kjo justifikon dhe këtë mbështetje që po jepet Ukrainës për të vetë mbrojtur. Por kjo nuk e bëri të mundur, nuk e ndali agresionin. Pikërisht. Dhe kjo tregon që ka nevojë që çdo marrëveshje, siç e ka treguar edhe historia e marrëdhënieve ndërkombëtare, të jetë e tillë që mos lej shtek për interpretim. Madje edhe vetë marrëveshja e Budapestit ka pasur një pikë të tillë ku diku ishte garanci, diku ishte siguri. Dhe shpesh edhe vetë juristët e Departamentit Shtetit që kanë hartuar atë marrëveshje kanë qenë shumë të kujdesshëm mos përdornin termin siguri sesa garanci, sepse siguria nuk kupton një përfshirje të drejtë për drejtë në rast të një sulmi dhe garancia është një lloj si thua marrëveshje mbështetje politike e kështu me radhë. Në këtë 4 vjetor të nisjes së luftës në Ukrainë, kryeministët e Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, Antonio Costa ishin në Kiev për të dhënë sërish mbështetjen ndaj presidentit Zelenski dhe Ukrainës atje, por nuk ndaluan as bombardimet edhe pse Rusia ishte njoftuar për këtë vizitë të tyre. Në anën tjetër, ra në sy, le të themi, edhe qëndrimet që liderët evropian bën mënyrë të veçantë për Hungarinë, e cila ka dalë nga rreshti i 27 europiane sa i takon çështjeve të Ukrainës. Në të dyja këto elemente që përmend nuk shoh asgjë të re. Qëndrimi i Ukrainës dihet. Presidenti Orban i Hungarisë. Pikërisht kryeministri Orban e ka bërë qartë prej kohë që është kundër mbështetjes të Ukrainës në këtë konflikt, e ka kërkuar që Bashkimi Evropian të përfshijë në negociata drejt për drejta me Rusinë dhe mos të anashkaloj këtë fakt dhe t'i bëj këtë negociata nëpërmjet palëve të treta. Ka një qëndrim të tri, të cilën, siç e keni vënë re, ka qenë i palëkundur. Mendon që konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës ka nevojë që t'i jepet Rusisë garanci që çdo vendim ose çdo shtrirje e zgjerimit të NATO-s, ai ka dalë kundër dhe zgjerimit të NATO-s, madje ka kërcënuar edhe me veto. Pra, rasti Hungarisë, Slovakia, po ashtu, pra janë të vende që ndajnë dhe kufi me Ukrainën, kjo ka bërë të mundur që Bashkimi Evropian të shikohet si një njësi jo unike, pavarësisht se Hungaria dhe Slovakia brenda Bashkimit Evropian nuk kanë atë peshë, mund të ketë Franca, Gjermania, Italia, Polonia, po vende Spanja, të cilat kanë një peshë konsiderueshme, por gjithsesi janë vende që nuk mund të injorohen nga fakti që janë vende të Ishte Evropës Qendrore Lindore dhe që ndajnë kufi me Ukrainë që është vënë në konflikt. Ndërsa mbështetja që jap Bashkimi Evropian për liderin Ukrainës Zelenski, kjo tashmë është një fakt i ditur. Për i vërtetës po që paqja duhet vendoset sipas kushteve të Ukrainës, siç deklaroi Ursula von der Leyen gjatë vizitës së saj sot në Kiev. A arrihet dot një paqe sipas kushteve? Më thënë, Bashkimi Evropian ka dhe një specifik që për i vërtetës unë e kam përmendur edhe këtu në studion tuaj, që nuk është pjesa e asaj tavolinës me 4 këmbë që duhet ishte për të arritur një paqe në Ukrainë. Pra, nëse konsiderojmë luftën ose konfliktin e tjerë, pra, që të zgjidhes atje duhet ulën një tavolinë përbashkët Rusia, Ukraina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa, e cila ka Ukrainën në kufit e saj lindor. Çdo copëzim i procesit negociator me tavolina dyshe, 2,5, 3,5 apo 4 pa i qarek, nuk zgjidh asgjë nga pikpamja e përmbajtjes dhe veçanërisht tregon që kemi 4 vjet që ai konflikt vazhdon në dyert të Europës, në kufit e saj lindor, pavarësisht që Ukraina po mbështet një koalicion prej gati 50 shtete që është grupi i kontaktit për mbrojtjen e Ukrainën, atje nuk ka ndryshuar asgjë praktikisht. Pra, Ukraina vazhdon të bombardohet, civilët po vuajnë, dimri ka qenë shumë i ashpër, dimri Ukrainës dihet, siç është natyrisht ka pasur edhe kundërsulme të Ukrainës, sepse Ukraina është një shtet që po mbrohet, po vetë mbrohet më saktë, por nga kjo pikpamje e gjitha kjo mund të vlenë në lëndën e moralit, që ai që vetë mbrohet ka të drejtë, por në fushën e gjeopolitikës dhe realpolitikës këto nuk ofrojnë asnjë lloj zgjidhje. Me kushtet e Ukrainës apo me kushtet e Rusisë, si vjen paqja për të konflikt 4 vjeçar? Është një shprehje shumë interesante që nisi që kur filloi konflikti. Pra, paqe e mundshme apo paqe e drejtë?
Në qoftë se do ketë një paqe të drejtë, paqe e drejtë ka disa elementë me cilën përbëhet. Pra, Rusia do të tërhiqet në kufit e saj, duhet të rikthehet territori nga Ukraina. Pikërisht etj. Ndërkohë, paqja e mundshme, dhe në qoftë se referohemi dhe asaj shprehjes që politika është arti i mundshmes, do të kupton lëshime nga të dy palët. Veçanërisht, lëshimet më të rënda i takon t'i bëj Ukraina, e cila për vërtetës, dhe kjo është dhe këmbgulja e Bashkimit Evropian, nuk do të hap